Besimi në vetvete. Jeta e njeriut është e mbushur plot me përpjekje, sfida dhe konkurrencë. Çdo njeri kalon nëpër mira, sfida dhe vështirësi gjatë jetës së tij. Për të jetuar ai duhet të luftojë përkundër dëshirës së tij me fuqitë e elementeve dhe t'i mbizotrojë ata. Ai duhet të luftojë me sëmundje të ndryshme dhe shkaqjet e tyre. Në jetën praktike, sukses do të ketë ai që ka zemrën e madhe, guximin e gjatë dhe dëshirën e fortë. Fati i mirë apo i keq i personit varet më tepër prej tij. Shkaku i suksesit i të gjithë personave të mëdhenj të botës është besimi i tyre në vetvete, fuqia e dëshirës dhe përpjekjet e palotura. Njerëzit e mëdhenj dhe me influencë nuk janë friksuar asnjëherë prej vështirësive. Ata e kanë vetbesimin dhe besimin në Allahun që i drejton ata nëpërmjet peripecive të jetës. Ata janë të aftë të kryejnë çdo detyrë që u duket e pamundur për të tjerët. Ata nuk janë sikur kashta në oqeanin e gjerë që lundron në sipërfaqen e ujit sipas drejtimit të erës që fryen. Por ata janë sikur notuesit e shkathët që i kanë krahët e fortë, dëshirën dhe besimin në Allahun e plotfuqishëm që u jep atyre aftësi të notojnë përkundër drejtimit të erës. Këta janë ata persona që janë të aftë për të përcaktuar formën e gjërave që do të vinë në botë. Edhe Islami thotë se suksesi i kësaj bote dhe suksesi shpirtëror i një personi varet prej veprimeve dhe përcaktimeve të tij. Kurani i famlart thotë: çfarëdo që njeriu zotron është rezultati i përpjekjeve të tij dhe së shpejti ai do të shoh mundin e tij në formën e plot. Surja e 59, ajetet 39-40. Aliu, urdhëruesi besimtarëve thotë: vlera e çdo individi është e barabartë me kurajon e tij. Personi që ka durim dhe vetbesim nuk do të kërkojë nga të tjerët të zgjidhjen e problemeve të tij. Në fakt ai hidhet në arenë me besimin e plot në vetvete dhe asnjëherë nuk dorëzohet derisa të arrijë qëllimin. Imam Xhafer Sadiku thot: sekreti i respektit dhe i madhështisë së besimtarit mu'min është se ai nuk i kërkon gjërat që janë në duart e të tjerëve. Imam Sejadi thot: virtytet qëndrojnë në atë që personi të mos ri i ulur e të pres ndihmën nga të tjerët. Njerëzve që u mungon vetbesimi nuk u besojnë aftësive të veta, ata e konsiderojnë veten të dobët dhe të ulët. Ata kanë frikë për t'u ballafaquar me vështirësitë, ata do të shmangen prej përgjegjësive. Detyrat e lehta i bëjnë të vështira përmes mendimeve negative dhe mungesës së shpresës, ata e kalojnë jetën e tyre në dëshpërim dhe hidhërim. Tani që rëndësia e durimit dhe e vetbesimit është themeluar, nuk do të jetë e tepër të përkujtojmë se bazat e këtyre karakteristikave janë trashëguese në natyrën e çdo personi. Ata duhet të trajnohen dhe të zhvillohen. Periudha më ideale dhe më me vend e këtij trajnimi është fëmijëria e hershme e njeriut. Bazat e durimit dhe të vetbesimit fillojnë të manifestohen që nga fëmijëria e çdo individi. Karakteristikat e kundërta me këto janë padurimi dhe mungesa e vetbesimit, dhe bashkë me këto fillon të zhvillohet edhe barshmëria prej të tjerëve për shkak të trajnimit të mangët të prindërve. Prindërit duhet i trajnojnë fëmijët e tyre me kujdes në mënyrë që ata të zhvillohen në individ të dobishëm. Imam Zeinul Abidin thot: edukojini fëmijët tuaj në atë mënyrë që ata t'u sillin juve respekt dhe famë. Periudha prej moshës 4 vjeçare deri në moshën 8 vjeçare është periudha më e mirë për formimin e personalitetit dhe qëndrimin e një individi. Në këtë periudhë fëmia do të tregojë prirje për durimeve të përmbajtje dhe do ta përgatisë veten për t'u përballur me vështirësitë. Edhe pse fëmia do të jetë i vetëdijshëm për dobësinë e tij dhe nevojën për varfëri ndaj një superiori, prapse do të ketë elementet e durimit dhe të vetpërmbajtjes në natyrën e tij. Ai dëshiron të plotësojë nevojat e tij, do të ndjejë ngazëllim gjatë kryerjes së detyrës së re. Ju sigurisht i keni dëgjuar fëmijë duke i shqiptuar këto fjalë: shiko çka jam duke bër, a ke parë se si kam kërcyer, shiko mund të vishem vet do t'i mbath këpucët, do të pi ujë nga gota, dua të ushqehem vet me duart e mia. Nuk dua ti të më fusësh çaj në gotë për mua. Shiko këtë pikturë të bukur që e kam vizatuar, dua të ngjitem në pemë. Fëmia insiston të harxojë të hollat e tij sipas dëshirës së tij. Ai dëshiron t'i rregullojë lodrat sipas dëshirës së vet. Ndonjëherë tregon edhe kokforci ndaj prindërve për të vepruar sipas mënyrës së vet. Ndonjëherë fëmia dëshiron të ndihmojë prindërve gjatë punëve të përditshme. Vajza e vogël dëshiron t'i lajë enët e kuzhinës dhe rrobat me nënën e saj. Ajo dëshiron të zgjejë gjellën dhe të përgatisë tavolinën e bukës. Djali i vogël mundohet ta rregullojë kopshtin. Ai dëshiron të vizatojë piktura, të shkruajë letra dhe të shkojë në treg me baban. Ai do të insistojë për të blerë rrobat dhe ushqimin për veten.
Gjatë ecjes në rrugë ai do të tregojë preferencën e vet për të dalë përpara prindërve dhe ndonjëherë tjetër për të mbetur mbrapa tyre duke i ndjekur. Ai ka dëshirë të marrë pjesë në rregullimin e mobiljeve të shtëpisë. Ai refuzon të hajë ushqime të caktuara. Me akte të tilla fëmia demonstron individualitetin e tij. Fëmia mundohet deri në maksimum të mos jetë i varur prej të tjerëve. Personaliteti i fëmijëve do të jetë reflektimi i natyrës së prindërve. Prindërit duhet ja japin fëmijës një shkallë të pavarësisë që ai të mund të përparoj me vetbesim. Ata duhet t'ia shprehin kënaqësinë dhe ngritjen e vlerës kur fëmia të arrijë diçka të re. Ata duhet t'ia përcaktojnë detyrat që i pëlqen ai dhe që i shkon për shtat atij. Me udhëzim dhe inkurajim zhvilloni aftësitë e tij. Fëmia do të fitojë vetbesimin në mënyrë progresive. Një psikolog shkruan: një person vëren se si një peshkatar i vogël është duke peshkuar me shkathësi. Ai zinte peshqit e mëdhenj, personi ishte i befasuar. Ai lëvdoi aftësitë e peshkatarit të vogël. Djali e falënderoi dhe i tha: "Nuk ka asgjë për të çuditur sepse unë jam duke e bërë këtë gjë që nga vegjëlia." Personi e pyeti: "Sa vjeç je?" Ai u përgjigj: 6. Sikur prindërit të mos e kishin inkurajuar atë, apo përkundrazi, sikur ta kishin bindur të mos e fillojë këtë punë prej vegjëlisë, ai nuk do të ishte në gjendje të përfitojë aftësi të tilla. Prindërit që i admirojnë dhe lajkatojnë së tepërmi fëmijët e tyre i bëjnë ata të varur prej tyre pa qenë të vetëdijshëm për këtë. Ata nuk i lejojnë fëmijët të kryejnë ndonjë detyrë. Ata mundohen të bëjnë çdo punë të vogël për fëmijët e tyre dhe ata i sjellin të gjitha vendimet për fëmijët e tyre. Një numër i madh i prindërve nuk i kushtojnë rëndësi nevojës për krijimin e vetbesimit tek fëmijët. Ata e shprehin hidhërimin e tyre për gabimet e fëmijëve nëse ata mundohen të kryejnë ndonjë punë vetvetiu. Atyre nuk u pëlqen që fëmijët e tyre të hulumtojnë dhe e dekurajojnë atë në çdo hap. Prindër të dashur, fëmijët duhet të rriten sidoqoftë, edhe ata do të bartin përgjegjësinë të ardhmen mbi supet e tyre. Ju duhet të përgjigjeni pozitivisht ndaj natyrës së fëmijës për të qenë i pavarur. Dëshira për pavarësi nuk është mangësi. Kjo pavarësi është manifestimi i dëshirës për të arritur përkryerje përmes përpjekjes. Ju duhet të siguroni se fëmia është në gjendje të ushtrojë pavarësinë e tij në mënyrë të matur. Ju nuk duhet të insistoni për të sjellë vendime për të kur ai mund të sjellë për vete. Ju duhet t'i shpjegoni anët e mira dhe të këqija dhe të lejoni që ata të sjellin vendime. Nëse fëmia fillon të punojë diçka dhe pastaj e lë në gjysëm, mos e turpëroni duke u përzierë në mënyrë të pamenduar. Lërjani atij çështjen. Nëse vajza juaj dëshiron të përgatisë ushqimin për vete, atëherë udhëzojeni që ta bëjë këtë. Mos u përzini përderisa është duke kryer detyrën. Çfarë të keqe ka nëse e thyen enën një herë? Mos u bëni kritik ndaj shkathësive të saj gjatë zierjes. A mund të paramendoni dëmin që mund të shkaktoni në psikikën e saj gjatë dhënies së kritikës? Një grua shkruan: "Çfarëdo që kam provuar të bëja në fëmijërinë time, kam fituar vërejtje. E ke thyer vazon e vlefshme kineze, ke vënë tepër krip në enë, ke përdorur më tepër ujë se sa duhet. Çka di ti për fshirjen e dyshemes? Mos fol në praninë e mysafirëve dhe me qindra vërejtje të tilla." Gjatë zierjes kisha shprehit të provoj se mos ka shumë krip apo ujë në enë. Prap nuk isha e sigurt për rezultatin e gjellës. Kjo është arsye që nuk kam mundur ta zhvilloj vetbesimin në aftësitë e mia. Fillova ta konsideroj veten të dobët e të parëndësishme. Jam shumë e palumtur me ndjenjën e vlerës së ulët dhe mungesë të vetbesimit. Tani punoj si përgjegjëse për udhëheqjen e mbledhjeve javore. Sa herë që bëj ndonjë gabim, mendja më trazohet dhe filloj të dyshoj se ndoshta nuk jam në gjendje të kryej këtë punë ashtu siç duhet. Zemra ime fillon të shqetësohet, filloj të mendoj se ndoshta nuk do të mund ta mbaj fjalimin si duhet. Shumë herë i ri përsëri spikat për të cilat do të vlasë dhe disa prej cilave i kam folur edhe në mbledhjet e mëhershme. Prap ndjej një mungesë të përgjegjësisë. Filloj të dëshiroj sikur kjo përgjegjësi të mos më ishte besuar mua. Çfarëdo pune që të kryej, filloj të ndjej ngurim. Kur të vi deri në gjysmën e punës, filloj të dëshiroj sikur kjo detyrë të ishte kërkuar prej meje. Mundohem të largoj nga mendja këtë mungesë të vetbesimit, por asnjëherë nuk ja arri. Një grua tjetër shkruan: "Prej fëmijërisë sime nëna mundohej të më ndihmonte. Ajo asnjëherë nuk lejonte që vetë të kryeja ndonjë punë. Gjatë kohës u mësova nga mbështetja dhe varfshmëria e të tjerëve dhe kjo u bë pjesë e natyrës sime. Nuk isha në gjendje të shfrytëzoja vetbesimin dhe aftësinë e zgjidhjes së problemit. Gjithnjë më duhej ndihma e nënës dhe e të tjerëve prej shtëpisë. Varfshmëria prej të tjerëve shkoi deri aty sa që edhe për punët më të zakonshme më nevojitej mbështetja nga të tjerët. Kisha një ndjenjë se jam e paaft për të kryer diçka vet unë.
Duhet të përmendim në këtë fazë se disa fëmijëve duhet të bëhet me dije për mos miratimin e disa veprave të tyre të gabuara. Për shembull, ata mund t'i dëmtojnë lulet dhe t'i nxjerrin degët e kaçubave, t'i dëmtojnë zogjt, qentë dhe macet, t'i lëndojnë të tjerët dhe t'i tërheqin flokët e motrës. Në rastet e tilla prindërit duhet të reagojnë dhe të mos rrinë pa u përzier, por prindërit duhet ta kenë ndërmend se kur fëmijët i bëjnë veprimet e tilla, kjo nuk është për shkak të asaj se ata ndjejnë urrëti apo armiqësi ndaj ndonjërit. Ai është duke u munduar që ta mbrojë individualitetin e tij. Mënyra më e mirë për ta parandaluar prej gjërave të tilla është shmangja taktike, vëmendjes së tij ndaj gjërave të tjera. Lëre që të angazhohet në ndonjë lojë apo të bëjë ndonjë punë të dobishme.